Rreth 60 vite i përkushtuar ndaj këngës popullore, veçanërisht asaj ulçinake dhe shkodrane, këngëtari i mirënjohur nga Ulçini, Shaban Xhekaj, thotë se deri në frymën e fundit zemrën do ta ketë muzika popullore. 57 vjet që marrëm me këngën ulçinake shkodrane, ja kam filluar në prezent shoqërinë Hakimi, në Radio Prishtinë, e pastaj më vonë u hap dikur kufini, vitin 80 në Shqipëri me turnen e madhe, nga vitin 90 u çel kufini krejt. Edhe kështu që kam pas mundësi, domethënë, mu tregu me këngën popullore edhe në trojet shqiptare të mëna, po edhe në Shqipëri, sidomos në Kosovë. Unë kam filluar karrierën si këngëtar i radios e televizionit. Kryesisht unë kam dominuar këngët ulçinake shkodrane, sepse unë jam rritur duke dëgjuar Radio Shkodrën, edhe jam furnizuar me ata këngë të bukura, të cilat jam munduar mi kënu original, që i kanë kënu ata mësuesit e mi të parë, Bik Noja, Shoqëria Lushi e tjerë, edhe sot, deri në ditët e sotshme. Është dramatike që këngët e traditës muzikore popullore po harrohen dhe po zëvendësohen nga gjithë farë rrymash që nuk kanë të bëjnë me muzikën shqiptare. Kjo muzikë ka filluar mu harru, po domethënë po afirmohen disa këngëtare të reja me këngë ritme të huaja, tallava, rumba e tjera, disco. Kështu që kanë filluar mu harru këngët e vjetra tradicionale. Ne këngëtarët e traditës mundon hami mojt, por nuk ecën sepse të janë më shumë, edhe kanë lek më shumë, që të në kohët e sotit ka i mua dhe interesin pyetje. Unë e kanë punë ndorë redaktorët edhe kompozitorët që punojnë në radio, në televizion, në private, shtetënore, tjera, si duhet mi rujt, mi angazhu, mos mi lanë mu harru këta këngët e vjetra. Atë është kultura jonë. Kjo që po ndodh prej vitesh me këngën popullore është një dëm i pallogaritshëm që i bëhet identitetit tonë kombëtar. Pa tjetër i bëhandëm se ne harrojmë identitetin tonë, nëpërmes këngës që struhet gjuha, kultura, tradita, zakonet, veset në darshma, në martesa, fejesa, tjera, tash ato fillojnë e harrohen, e s'ka kush t'i knojnë më, mundohen me gjetë si trish, po këta trit nuk nizojnë, nuk kanë vjetra, kështë që do të mundohen sa të mujmë. Është shqetësim i madh kjo situatë, ndaj duhet vlerësuar maksimalisht se çfarë mund të bëhet. Shqetësim shumë i madh, se siç më tha dhe Federik Ndoçi, si kolegu i tim, më i vjetër se ai, thotë jena rrit me këngë tuaja, ashtu ka thonë edhe Gzim Nika, ashtu ka si Tusha të gjithë. Por këto në vend të vogël aktori vuan sepse është i lanë vazhdore. Pa drejtësisht jemi të lanë vazhdore. Unë muj akoma me kontribu, po s'kam kush, nuk më angazhon kush, ashtu do të vendi i vogël, në vak e vogël. Me mori malli në Shkodër, me pi kafe dhe me knu, po s'ka me pa. Edhe pse kufiri pa drejtësive historike ka ndarë në mes troje shqiptare nga veriu në jug, këngëtari nga Ulçini, Shaban Xhekaj, nisi të bëhej i njohur në Shkodër rreth viteve 80 të shekullit të kaluar, kur valët e Radio Ulçinit përcjellnin zërin e tij me këngën e famshme Tu ju ngjit bunës përpjet. Ai hyri kështu në historinë e këngës popullore shqiptare me qindra këngë deri në ditën e sotme.